Mbyllet me sukses viti artistik 2025-2026 i Shkollës së Vallëve Shën Nën Tereza në Toronto. Në fund të çdo muaji qershor, Shkolla e Vallëve Shën Nën Tereza në Toronto organizon ceremoninë tradicionale të përmbylljes së vitit artistik, një aktivitet që tashmë është kthyer në një festë të bukur për komunitetin shqiptar. Edhe këtë vit, nxënësit e grupit të vallëve shqiptare u mblodhen së bashku me prindrit, mësuesit dhe familjarët për të festuar përfundimin e sezonit 2025-2026 në një atmosferë plot gëzim, muzikë dhe krenari kombëtare. Prindrit shprehen entuziazmin dhe mirënjohjen e tyre për faktin se fëmijët vazhdojnë të mësojnë, të ruajnë dhe të promovojnë vallet e bukura shqiptare nga të gjitha trevat etnike, duke forcuar identitetin dhe lidhjen e tyre me kulturën shqiptare edhe larg atë dheut. Të pranishëm ne kemi dhe personin kryesor që udhëheq këtë aktivitet, zotin Don Brenkola. Përshëndetje. Përshëndetje dhe juve, mirë se erdhët. Na tregoni pak më shumë çfarë po ndodh pikërisht me këtë aktivitet sot. Spari ju falenderoj juve që keni ardhur si Alp TV Kanada. Kemi të bëjmë me ditën e fundit të shkollës së kërcimit të Shën Nën Tereza në Toronto, në kuptimin ditën e fundit e vitit akademik 2025-2026. Pastaj do të fillojmë në javën e parë të shtatorit për vitin 2026-2027 e kështu, do në zoti sa ma gjatë, sa ma mirë. A do të vazhdoj kisha të mbështes aktivitetet të tjera edhe në të ardhmen? Kjo është aktiviteti i kishës pikrisht, tash 10 vjetë ma tepër. Nuk është vetëmi aktivitet, ne gjatë vitit kemi ma shumë se 11 koncerte, ndenje familjare, takimet ndryshme. Pjesëmarrja jonë e grupeve ishte edhe në festën e shesh me 3 grupe me rreth 35 valltar. Shpresojmë se gjithni e ma mirë të aktivizohemi edhe të jemi pikë referimi për gjithë ata që e donë dhe mbështesin kulturën shqiptare. Po shfrytëzoj rastin edhe të promovoj piknikun ton të misionit Shën Nën Tereza, cili do të mbahet në Norval, qendra kroate, me datën 5 korrik, nga ora 9 i mëngjesit deri në 9 darkës. Jeni të mirë së ardhur të gjithë. Do të kemi këngë me DJ, valle, hyrja është falas. Do të jetë një promovim i kulturës shqiptare, por pikë së pari një ndenje familjare miqësore, jo vetëm me komunitetit katolik shqiptar, por si gjithmonë tash sa vjet 15 e më tepër, për gjithë shqiptarët që jetojnë në Toronto e Gjetiu. Shumë faleminderit. Sot kemi kënaqësinë të kemi mes nesh edhe koreografin Enkele Dalla. Përshëndetje. Përshëndetje dashur. Sa vite ka që është krijuar grupi i kërcimit? Përshëndetje. Grupi i kërcimit është i krijuar para 10 viteve, të cilën unë e jap për 2 vite tani. Si e shihni rrugtimin e këtij grupi ndër vite? Ma mirë menja që të zgjerohet edhe më gjatë, sepse e shoh që çdo ditë ka edhe më shumë kalamaj dhe prindër që janë të interesuar të vinë në këtë dance class. Sa antar janë pjesë e këtij grupi? Tani për tani ato janë 84, por shpresoj që do rritem edhe më shumë. A keni ndonjë synim që doni ta realizoni në vitet e ardhshme? Do ishte shumë kënaqësi që neve si komunitet shqiptar këtu në Kanada të vazhdojmë diçka edhe më shumë, jo vetëm në komunitetin ton, por edhe në komunitete tjera edhe në shtetet të tjera. Okej, shumë faleminderit që shumë kënaqësi. Faleminderit juve dhe punë të mbar, faleminderit. Përveç valleve dhe programit artistik, fëmijët kaluan një ditë të mbushur me lojra, argëtim dhe aktivitete të ndryshme, ndërsa shijuan edhe gatime tradicionale shqiptare, duke e bërë festën edhe më të veçantë.
Aktivitetet të tilla dëshmojnë se ruajtja e gjuhës, kulturës dhe traditave shqiptare mbetet një mision i përbashkët, ku familja, shkolla dhe komuniteti bashkëpunojnë për të edukuar brezat e ardhshëm me vlerat më të mira të kombit shqiptar.